Sot jemi mbledhur këtu jo për të bërë spektakël politik, jo për të fituar pojena mediatik, por për të dhënë një mesazh të fuqishëm qytetar dhe përfaqësues për mijëra kosovar që ndihen të tradhtuar, të përfaqësuar dhe të lodhur nga një sistem që vazhdon të bllokohet nga brenda. Zgjedhjet e nënshkurtit 2025 nuk ishin një ritual formal, ato ishin një akt i qartë i vullnetit qytetar. Populli foli me shpresë, me bindje dhe me drejtësi, por ajo që ndodhi më pas nuk ishte demokraci, ishte zvarritje, ishte heshtje, ishte pazare në emër të popullit, por pa popullin. Deputet të nderuar, ju nuk jeni aty për të shërbyer partive, ju jeni aty për të shërbyer popullit. Karrikat që i zini sot nuk janë prona private, janë besim publik. Çdo ditë që ky vend nuk funksionon, është një grusht ndaj qytetarëve, është një grusht ndaj atyre që presin ndihmë sociale, ndihmë për shëndetësi, për arsim, për punësim, për drejtësi. Çdo mesazh, çfarë mesazhi po japni të rinjve që po ikun nga vendi, çfarë shpresë po japni familjes që nuk kanë asgjë në frigorifer dhe pret nga një shtet që nuk funksionon. Çfarë nderi po bëni veteranëve, punëtorëve, mësimdhënësve, të cilët sakrifikuan për këtë vend. Sot ne nuk kërkojmë me vetëm reflektim, kërkojmë veprim, kërkojmë zbardhje të përgjegjësive. Kush po e bën peng Kosovën, kush po i shkel parimet e demokracisë dhe kush do të mbaj përgjegjësi. Ne ju bëjmë thirrje që me njerë të zblokohen institucionet, mjaft me justifikime, mjaft me arsyetime që nuk i kupton askush. Vendi ka nevojë për stabilitet, për drejtim, për një kuvend që punon, jo që bëni kalkulime ditore për interesa të ngushta. Nëse nuk ka lëvizje, nëse nuk ka vullnet politik, atëherë qytetarët do të marrin fjalën, siç na lejon kushtetuta, me zë të lartë, me protesta, me organizim dhe me veprime demokratike për të vendosur. Historia do të mbajë mend secilin ata që guxuan të flasin dhe ata që heshtën për interesa. Roja e Kohës është një organizatë që ka lindur nga dëshira dhe nevoja për ta ruajtur zërin qytetar aktiv, për ta mbrojtur demokracinë dhe për të kujtuar çdo ditë se ky vend është ndërtuar mbi sakrificën e njerëzve të zakonshëm. Jemi këtu sot sepse Kosova është e bllokuar, jo nga mungesa e ideve, jo nga populli, por nga mosvullneti për të vepruar. Zgjedhjet janë bërë, mandatet janë dhënë. Dhe megjithatë, institucionet nuk po funksionojnë. E kjo është e papranueshme. Ne si shoqëri nuk mund ta normalizojmë këtë krizë. Nuk mund të pajtohemi me idenë që pazaret politike janë më të rëndësishme se mirëqenia e qytetarit. Nuk mund të heshtim teksa rinia po largohet dhe shpresa po zbehet. Unë nuk jam këtu për të bërë politikë, as për të gjykuar askënd personalisht, por si qytetar, si prind, si biri kësaj toke, kam të drejtë dhe detyrë të kërkoj që kjo klasë politike të reflektoj, të bashkëpunoj dhe të veproj për vendin e jo për vetveten. Deputet të Kuvendit Kosovës, nëse nuk ndiheni gati të merrni përgjegjësi, atëherë kthehuni popullit, kërkoni falje dhe hapni rrugë, sepse demokracia nuk është privilegj, është mision dhe përgjegjësi. Ne në shoqatën Roja e Kohës nuk do të ndalemi. Kjo është vetëm fillimi. Ne do të jemi zëri qytetarëve, të lënë pasdore. Ne do të ruajmë kujtesën, dinjitetin dhe qëllimin e atyre që ndërtuan këtë shtet me sakrificë, që ky vend mos të mbetet peng i askujt. Nëse sot jemi pak, nesër do të jemi shumë. Nëse sot jemi simbolik, nesër do të kemi do të jemi të organizuar. Sepse e ardhmja e Kosovës nuk mund të negociohet në heshtje. Ajo duhet të ndërtohet në përgjegjësi dhe në veprim. Nuk kërkoj privilegj, por drejtësi.
Nuk kërkojmë për krahje, për vete, po për vendin tonë. Ju falemderit gjithë. Ishte në kryetari i dytë i shoqatës veteranët e rojës.